Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Përshëndetje, unë jam Martani. Të dashur miq, për tregtinë e lirë, zakonisht politika është hapja. Ndërsa në portin e tregtisë së lirë të Hainanit, që do flasim në emisionin e sotëm, politika kyçe do të jetë mbyllja doganore. Po, pikërisht nesër, pra më 18 dhjetor, do të bëhet mbyllja doganore e zonës së tregtisë e portit të tregtisë së lirë të Hainanit. Po, të dashur miq, mbyllja doganore në këtë rast nuk do thot izolimi i thjesht, por zgjarrimi i tregtisë së lirë në provincën më jugore të Kinës. Dhe synimi është shumë i qartë. Të ndërtohet porti i tregtisë së lirë i Hainanit me standarde të lartë, të nxitet mëdej hapja me nivel të lartë dhe të shndrohet porti i tregtisë së lirë të Hainanit në një derë të rëndësishme që drejton hapjen e Kinës pikërisht në epokën re. Po, dhe pas mbylljes doganore, numri i llojeve të mallrave me tarifa zero, pra për cilat do të hiqen tarifat, do të rritet nga 1900 në rreth 6600, duke zënë rreth 74% të numrit përgjithshëm pra të këtyre mallrave dhe duke qenë 53% më shumë se sa ishte pra niveli përpara mbylljes doganore. Po, edhe një pikë tjetër hapse ose mbyllëse është që mes ndërmarrjeve të kualifikuara për politika favorizuese, marrërat mund të lëvizin pa tarifa mes këtyre ndërmarrjeve të favorizuara, edhe ato marrërat, materialet me mbi 30% të vlerat e shtuara për punimi mund të lëvizin, mund të shiten pa tarifa mes Hainanit dhe krahinave të tjera të brendshme të Kinës. Po, edhe para mbylljes, pra nga kjo politikë e tarifave zero, përfitonin vetëm ato ndërmarrje dhe institucione që ishin të regjistruara pra në portin e tregtisë së lirë të Hainanit, ndërsa tani pas mbylljes, për këtyre politikave favorizuese do të përfitojnë të gjitha ndërmarrjet që kanë nevojë importi në ishullin e Hainanit, duke përfshirë sigurisht edhe subjektet private. Po, këto janë vërtet inovuese në krahasim me zonat e tjera të tregtisë së lirë. Po. Por domethënë është pyetje tani me këto mbyllje, pyesin njerëzit, mos vallë nuk do të ketë ndikim në atë lëvizjen e lirë të njerëzve për në Hainan? Po, nga fjala është mbyllja, por faktikisht njerëzit mund të lëvizin në mënyrë të lirë, mund të bëjnë vajtje, ardhje brenda ishullit Hainanit, brenda portit të tregtisë së lirë, si edhe mes krahinave të tjera të Kinës. Si tani, domethënë. Po, nuk do të ketë lëvizja është e lirë. Nuk do të ketë asnjë. Udhëtimi është i lirë. Po çfarë tjetër mund të përfitojnë njerëzit e thjesht, qytetarët e zakonshëm nga kjo politikë e re? Po, qytetarët që jetojnë në Hainan, në këtë ishull, mund të udhëzojnë në mënyrë të lirë, por edhe mund të gjejnë, mund të blejnë marra me çmim të lirë, me cilësi të mirë, sepse në këtë portin e tregtisë së lirë do të futen, do të importohen mjaft marra nga dreku ndërkombëtar, me një fjalë të thjeshtë në këtë portin e tregtisë së lirë do të formohet një pazar ose një treg ndërkombëtar me marra të pasura ndërkombëtare. Dhe me çmime sigurisht më favorizuese, më të lira se të ketë. Edhe përveç udhëtimit të lirë, përveç çmimit të lirë të marrave, njerëzit që jetojnë, që vizitojnë, mund të marrin edhe shërbim në rang ndërkombëtar. Për shembull, të moshuarit mund të marrin shërbim mjekësor, shëndetësor nga treku ndërkombëtar me një çmim shumë të favorizuar, sigurisht edhe me ilaçe më të fundit ndërkombëtare. Po. Edhe krahas këtyre edhe të studentët, nxënësit që kanë nevojë për burime arsimore, mund të marrin arsim ndërkombëtar që nga shtëpia e tyre. Pra mund themi që mbyllja është hapje dhe me këtë politikë inovuese pra porti i tregtisë së lirë i Hainanit do të optimizojë këto, do të maksimizojë burimet edhe mundësitë e zhvillimit edhe
Po ashtu do të optimizoj menaxhimin e burimeve, siç the Zamir, ndërkombëtar pra. Me një mjedis më të barabartë, më transparent dhe më të qëndrueshme në portin e tregtisë së lirë të Hainanit, kjo hapje mund të tërheqë më shumë investime dhe ndërmarrje nga jashtë. Shpresojmë të vinë edhe kompanitë shqiptare. Edhe kjo do të fusë më shumë elasticitet edhe sigurisht stabilitet në zinxhirin e prodhimit, në zinxhirin e furnizimit. Le të presim ditën e nesërme dhe të shohim se cila do të jenë frytet e kësaj politike të re. Po, edhe të dashur miq, ju ftojmë që të vizitoni në këtë portin e tregtisë së lirë me mbylljen e hapur në Kinën Jugore. Ka gjyshe për sot të dashur miq, faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim.